Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndihni të nderuar shikues, teksa vendi po përballet në një klimë zgjedhore të reja në Kosovë që pritet të mbahen pas një situata që pritet ta qartësoj përfundimisht me 31 mars, mbase kjo është data e fundit kur gjykata kushtetuese duhet vendos nëse dekreti i presidentit Osmani ishte kushtetues apo jo kushtetues për shpërndarjen e Kuvendit. Deri në këtë kohë, vendi ndodhet në ndikimin e debateve dhe diskutimeve në rritje mbi atë se edhe kush po mban fajin që Kosova po shkon në zgjedhje, por votuesi vetvendosis dhe i listës guxo po përballet me një trend të diskutimeve gjysmë traumatike, duke ngrehur pyetjen se si u bë që të prishën të divorcohen politikisht, të heqin dorë nga bashkallaku i tyre i deri tashëm zonja Vjosa Osmani dhe Albin Kurti. Tashmë gjithçka është e qartë, rruga politike midis këtyre dy figurave ka marrë kahje të ndryshme. Dhe debati ende po reduktohet tek kriza Kurti Osmani dhe konsekuenca direkte e kësaj që po e çon vendin në zgjedhje duke mos pasur mundësinë ku vendi i Kosovës, vullnetin përkatësisht partia më e madhe politike, të jap vendit një zgjidhje që prodhon konsenzus e kompromis dhe me tjera parti për të mos e çuar vendin në zgjedhje të reja, meqense vendi mbajti zgjedhje vitin e kaluar edhe ashtu të parakoshme në dhjetor. Kam ftuar sonte për një temë edhe politike, po edhe profesionale më shumë, njëri nga ish kandidatët që garoi në zgjedhjet e 28 dhjetorit, urologun e njohur, ligjëruesin e Fakultetit të Mjekësisë, Dr. Bashkim Llareva. Në Partinë Demokratike ishte garues i listës së këtij subjekti politik për Kuvendin e Kosovës, nuk arriti të marrë votat e mjaftueshme, do të shikojmë atë fillimisht të bisedojmë për këtë klimë politike. Faleminderit zoti Llareva për kohën që je sonte me mua këto në politikë. Ku e dedikon më shumë kohën gjatë një dite? Tek politika apo tek profesioni yt që ke kontribuar me vjetë? Jo, ne praktikisht ditën e zgjedhjes si ka përfunduar, të nesër më nuk kam përkushtuar prapë të pacientët. Kështu që mendoj që çdo mjek pavarësisht asaj motivit dhe dëshirës për me kontribu në politikë ose në vendimmarrje. Po. Unë tham që çdo student i mjekësisë ku veç kur të fillon ai mishërohet me punën dhe profesionin e tij. Unë shumë shpesh e kam thënë edhe nëpër media që mjekësia është lëmi humane. Edhe është përtej asaj dëshirës që ty të sjell të mira materiale ose karrierë qoftë menaxheriale ose politike ose të tjetër. Prandaj çdo kush që i futet rrugës së mjekësisë, prapë se prapë srufëllën prapë ka tek. Atë ndjesh më mirë. Atë ndjesh më mirë. Atë plotësohet edhe shpirti human i çdo mjeku, edhe natyra e punës të bën mundi i tillë, edhe gjithherë mjekët ose studentë e mjekësisë veç kur fillojnë, më mbetet jeta private, çështja materiale, të mirat materiale të jetës, në një farë forme stagnojnë ose shuhen duke ju përkushtuar profesionit të thënë në tënësi, në këtë rast pacientët. Është natyrë e tillë që ty do mos tërhiq. Nuk mund të mendosh për rrugë të tjera kur ti çdo ditë ballafaqohesh me njerëz të smut, me njerëz të cilët kanë nevojë për ty. Prandaj mendoj që është një ditë e jotja kryesisht reduktohet në angazhimin që ke me pacienta. Me thonë reduktohet ose është e tëra. E tëra është e pacientëve. Ne kemi mungesë të kohës që më mirë përkushtuar edhe fëmijëve tanë, prindërve tanë, shoqërisë, rrethit familjar. Ne gati jemi të privuar nga këto dëshirat edhe sociale, sociale, sigurisht. Ta imponon vetë dëshira edhe profesioni që është i tillë, është human, që në çdo kohë, në çdo moment ka nevojë njerëz për ty. Kanë nevojë. Dhe ndjen atë nevojë që të komunikoni. Sigurisht. Ndjesh asoj obligimit ligjor që ne ofrohemi, konform kontrata që ne nënshkruajmë me institucion. Natyrisht, po. Po ne përgjigjemi çdo kohë.
Andaj është një dukuritë në Kosovë, të mjek të Kosovë, që për te edhe rajonet edhe Evropës, që ne jemi pothuajse 24 orë në shërbim të pacientëve. Ne ju përgjigjemi familjarëve se pacientëve në 12 natës. Ju japim këshilla, ju rekomandojmë, ju uzojmë. Domthon ne jemi qasshëm edhe atëherë kur nashta një orë kohë e kemi për familje edhe në atë kohë jemi qasshëm për pacient. Prandaj jeta sociale, shoqërore, familjare pothuajse për çdo mjek, qoftë i ri ose më një përvuj, pothuajse mos tham është e tëra e privuar, po 90% kohës ma je veç në shërbim. Unë shumë shpesh e tham na edhe kur dalim me një shok me pi një kafe, ose kur shkojmë diku në mosafer, ose na vjen dikush mosafer, na nuk mujmë me u shkput për presionit. Çdo njeri prej tyre ka një hall shëndetit, ka një pyetje, ka një që dëni përgjigje. Prandaj mjekësia, si lëmi, si profesion, është sakrificë. Të trazoj politika? Po të trazon çfarë po ndodh aktualisht? Në kohën e zgjedhjeve, në raport me pacientët po, më largoj pak, çështja e kohës. Tash kjo që ka ndodhur ju, unë sigur kum qenë i përgatitur, kum pa elemente të vendimmarrjes që sikur janë duke u përgatitur për këtë situatë, ka pas sinjale që praktikisht edhe prej punës edhe politikë bërjes të cilën është ka e ban partia në pushtet, ka pas sinjale që i dën zgjedhjet, me arsyen që e dën pushtetin total në nivel të vendit. Edhe në konsideraj që ka pas veprime të tilla që praktikisht janë bën. Edhe unë mendoj që një hap kur është bën ankesa e rinumërimit të votave, sikur mos të ishin në ankesat brenda lëvizjes vetëvendosje, do të certifikoheshin pa rinumërim. Po sikur ai ishte sinjali i parë i partisë, ose nuk do ta çonte në tansi Kosovën në rinumërim. Po thuaj ke vërejtur që po. E ke vërejtur dëshirën e flakt për kontroll të total. Ne po shkojmë drejt një monarkie të shtetit. Për shkak se është e pajustifikueshme tendenca dhe malverzimet politike të cilat po bëhen nga partia në pushtet për ta kapur edhe presidentin. Gjë që nuk është ekzekutive. Arsyetimi që një president duhet të jetë më unifikues, të jetë më gjithëpërfshirës. Po çka ka ndodhur për këtij procesi që mund vje mirë, që është përfaq kjo binomi si që quishin Vjosa me Albinin, për shkak se u po shumë qarë që Vjosa ja dha datën e zgjedhjeve të 28 dhjetorit. E pranoi edhe vetë në intervista, po kom vendosur para datë. Kjo ka qenë shumë interesant se dhe për disa vendime tjera në ne fakt nuk e kemi pa. Po ne e kemi pa, po qysh nuk u bindën disa që të tronditi ky lajm apo e ke ditur? Absolutisht. Unë sikur e kam pritur. Edhe sikur e kam pritur, po çka është kjo e mirë që erdhi te shpërfaqja e interesave politike menaxheriale, edhe të pozitave të këtyre dy personaliteteve. Edhe kur këta kanë proklamuar gjithherë që gjithçka është të bëjë për shtetin, për të mirën e vendit, u pa që këta të dytë kanë qëndruar njëri me tjetrin fiks për interesa të ngushta politike, edhe ky është ai momentumi që me të vërtetë i ka shpërfaqur të dytë. Edhe unë konsideroj që është bën mirë, është shpërfaqja, edhe mendoj që tash edhe elektorati i tyre e ka pa që në një formë ose tjetër kanë menduar dhe besoj që duhet me mendu, pak më ndryshe në raport me plan programet, zhvillimet edhe punët që këta i kanë bënë ose që nuk i kanë bënë. Ju keni pritur që këta nuk kanë jetëgjatësi në këtë një qahim, po them, figurativisht kështu të tyre politik. Shqeqa kur në politik, kur nuk i qëndrën prapa një marrëveshjes, e dim që ndohen rrugët. Nuk do të thotë që është fundi botës, prishën, ka afrimet e tjera ose riafrime prapë. Po kur bëhet për interesat e ngushta personale, dihet që nuk ka jetëgjatësi në asnjë kontest. Kjo është rregull jetësor, as me shoqëri, as me familje, as me kërkan kur e ki një interes personal. Edhe kur zën gjithçka rreth asaj, është po që nuk ka me zgjatë.
Tash këtu po shihet edhe brenda listës Guxha, që edhe disa prej tyre që nuk po rreshtohen prapa Vjusës Osmanit, po shihet që për inotit të tyre dhe për interesat e veta të pozitave nuk po rreshtohen për Po qëndrojnë në krahun e kurthit këtu. Po edhe kjo është pikërisht për shkak të interesit të tyre. Ju nuk kaluat në Kuvend të Kosovës për të zgjedhur deputet. Si do të qoftë, mendoni se zgjedhjet ishin ose janë zgjedhje mirë për Kosovën? Në situatën në cilën jem ju, unë mendoj që ju. Po them për te interesit personal, doktor. Absolutisht. Unë mendoj që ju, populli i Kosovës është lodh, edhe këtu në mënyrë të heshtur po zbrazet nga rinia e Kosovës, pikërisht për shkak të këtyre veprimeve të interesave të ngushta të partisë pushtet bashkërisht me ish-presidentin, unë me presidentin, tash Vjosa Osmani. Ka hup motivi edhe zhvillimi i vendit. Prandaj një pjesë e madhe e të rive tanë, e qytetarëve tanë, janë lodh nga zgjedhjet, janë lodh nga mos perspektiva, janë lodh nga paaftësia për të qeverisë, paaftësia për të bërë plan programa dhe zhvillimore. Tash ne themi zhvillimore në gjitha kontestet. Kur një qytetar i Kosovës nuk e ka një shëndetësi të sigurt edhe në këtë vit, edhe në këtë shekull, me gjithë këtë buxhet, nuk e ka një arsim të mirëfillt, nuk e ka një punë të sigurt, nuk e ka një perspektivë të sigurt. Tani mandej bizneset në për ditë porrime qytetarë të Kosovës apo shifim që çdo ditë më shumë po shkojnë drejt falimentime, mbylljes, largimit prej vendeve tyre biznese, humbje të vendeve të punës. A që stënueshme është gjendja nga kjo politikë bërje pa qëndrueshme që ka Kosova, edhe pse rezultati i zgjedhjeve nxorri një parti mbi 51% të votave. Pavarësisht kësaj në 5 vitet e fundit, sidomos 3 vitet e fundit, e po një demotivim edhe të jetesës, edhe të punës, edhe një rregullim të ekuilibrit, domethënë kërkush nuk ka një plan pak më afatgjatë, qoftë në rrafshin personal, qoftë në rrafshin familjar ose shoqëror. Me të thonë të drejtën e këtë kohë, me këtë qeverisja, me këtë politikë bërje, me jetu qytetarë të Kosovës sot për nesër. Domethënë nuk e din kur ka më shtrojtur rryma, ka më dalë në fund të muajit me gjithë ato. Nuk flitet këtu për një ndërtim ose një kursim të mirëqenies, ose një zhvillim të mirëqenies, duke filluar në rrafshin personal, mandej familjar, shoqëror, por ne po flasim në rreth pak më gjatë. Prandaj gjitha sektorët konsideroj që janë të prekur. Tash është ajo Kur ti edhe Osmani erdhi në pushtet me platformën e shpresës së madhe, siç e ideuan zoti Kurti dhe zoni, me idenë që me akuzat e rënda se për 20 vite Kosova ishte e zapuar, e pashliruar, se po vinë ata për t'i dhënë shpresë Kosovës, për t'i dhënë kuptim asaj pavarësie, për t'i dhënë kuptim pavarësisë me shtrisë sovranitetit e kështu me radhë, dhe 6 vite pas jemi në situatën për ta konkluduar një bilanc që rruga e zotit Kurti dhe zonjës Osmani nuk shërbeu për gjë tjetër përpos për interesa kryekput të akomodimit në pushtet dhe ç'tregoi kjo për ju, doktor? Unë shumë herë kom thënë që Se të thuash që Kosova ka qenë e pashtiruar, është akuzër, të thuash që Kosova ka qenë e shkatruar. Unë konsideroj që këta e kanë një shkollë të manipulimit jashtëzakonisht zhvilluar. Edhe konsideroj që ky binumi ashtu quajtur si shpresë për Kosovën, unë kam thonë edhe disa herë edhe më herët që për të vetëm arsye këta nuk duhet votuar që fiks këta janë ata të cilët ja kanë shuar shpresën shumë qytetarëve të Kosovës. Janë pasi shpresë, janë pasi ndryshim, gjë që në vendet demokratike absolutisht është shumë normale. Që një gjenerat e re në krahasim me moshën tjera të parti tjera të cilat kanë qeverisë, mirë po këta si duket për teke personale, për inote personale, dhe duke mohuar të kaluarën e njerëzve tanë, kontribuesve tanë që ne kemi ardhur këtu, duke mohuar edhe vetë shtetësinë e Kosovës, edhe duke mos qëndruar në asnjërin prej atyre premtimeve të cilat i ka pas bazë në plan programin e tyre që shprej para 5 viteve. Këta janë ata të cilët me të vërtetë kanë humbur shpresën.
Arsyeja është se një numër i madh i qytetarëve ja dhanë votën, ja dhanë besimin për ndryshuar, për të rregulluar, për të përmirësuar ato të cilat nuk kanë mri partitë të tjera me bo, dhe çka ndodhi këta e mohun, edhe atë çka është bërë, e mohun shëndërtimin, e mohun ndërtimin e këtij shtetit, lirinë e këtij shtetit, njerëzve të cilët kanë kontribuar pavarësisht në kohra të ndryshme, në seata të ndryshme, dhe këta me këto veprime të tyre sikur e kanë humbur shpresën për të jetuar në këtë vend, për të zhvilluar këtë vend. Goditën shpresën, thu. Absolutisht. Shkaktuan depresion kolektiv. Kolektiv, në shoh në përditshmëri edhe me qytetarë që ne rrimë edhe me kolegë edhe me jetojmë sot për nesër, nuk kemi në perspektivë ose nuk shohim në ndryshim. Ta thotë këto një mjek, një ligjërues universiteti nuk është e lehtë. Unë shumë shpesh e marr si shembull se nëse ne edhe në brenda familjes nganjëherë vjet koha diçka me ndryshu. Me pa një përparim, një ndryshim, e limon në shtet. Tash, po supozojmë që në vite 2, po këtu banën 5 vite që nuk ka asnjë lëvizje minimale. Domthonë shkon drejt skemave sociale, i prek njerëz të varfër, nuk ka për zhvillim të projekteve të mëdha, nuk ka menaxhim të mirë, nuk ka shfrytëzim të resurseve humane të njerëzve adekuat, profesionistëve të mirë fill të profesione të ndryshme, demotivim të tyre, edhe sikur kemi kaluar në gjendje, po e quaj profesionale somnolente, që i thojmë ne, të përgjumur, që jetojmë sot për nesër pa një perspektivë në të ardhmen, pa një ndryshim të ardhmen, domethënë na si dalmi. Është e vërteta kjo, po e thu tani si oponenti i Jo, zotit Kurti. absolutisht. Tash nëse na A është kjo vërteta e plot që po e konstaton, po e vërin, po e thua, doktor, se të thuash kështu, të thotë kështu një ligjërues fakulteti mjekësisë, një urolog i njohur, nuk është çështje kanë që kollajshme. Nëse unë flas për shemb i kontekstit çështjes shëndetësisë, unë prej para 5 viteve nuk shonoj ndryshim. Janë disa renovime të vogla që janë minore që nuk duhet me u diskutua ato në nivel të shtetit. Të ndryshimet të çështjes shëndetësore, domethënë bazën kryesore për 5 vite të qeverisjes. Prandaj që është e rëndësishme që buxheti është shumë i madh ka Shqipëri para 5 vite. Njerëzit jetojnë sot për nesër, po thu. Absolutisht. Nuk planifikojnë, nuk kanë mundësi me planifikuar se kemi ardhur në një situatë që në popull njët rruga nuk e pret. Domethënë në javën e fundit të muajit ka njerëz të cilët nuk kanë me ble barnat, ka njerëz të cilët nuk kanë me marrë gjonat më elementare të familjes. Domethënë brenda 10 ditë që të parë të muajit rrugat veç shkojnë. Na po e shohim që ka pas lëvizje në buxhet të rrugave ose në menaxhim në rritje të rruga, po ka shtrëngime ekstrem të mëdha të jetës së përditshme. Inflacioni i madh, po është i papërballueshëm, nëse ne kemi rritje 1% të vogël, rritja e çmimeve është shumë e madhe. Produktet bazë të konsumit, asaj shportit të konsumit janë të Me rritjen e rrugës bazë, për shembull, me ne çmimet janë 2 ose 3 fishuar dhe gjithëherë tani mandej janë prej gjitha shtresat të popullatës. Si ndihet, si komentohet gjithë kjo klim gati depresive, po them kështu, jo shpresëdhënëse që po e nxit vetë politika tek ata me cilët bisedon. Çdo ditë qofshin pacient, qofshin miq e kështu me radhë. E kanë përjetuar, se votuesi tyre mund ta ketë përjetuar dhe si situatë gjysmë martore ashtu ta them ato. Është situatë e rëndë. Ne kemi kontakt edhe me njerëz që ka votuar edhe partinë pushtet ose lëvizjen në vendosje. Janë të shokuar? Po, absolutisht janë. E kanë vrejt, e kanë pa që nuk është çështja që është proklamuar. Po. Tani më besoj që veç janë bind me këtë veprimin e ndarjes, ose me thonë shkurzimit atij binomit të quajtur Vjusa me Albin, edhe e kanë pa që gjithçka është e keqe në raport për shfrytëzimin e çështjes së votës në raport me politikën e opozitës të cilat janë. Çfarë po ju thoni ju kur e dinë se keni qenë në garë për deputet me listën e PDK-s? Sikur po e nin veten faj. Megjithatë, qytetarët janë të lirë, pra vendosin, po është e dhimbshme kur i shën njerëz duke ta besu votën, duke ta besu qeverisin edhe me u zhgënjy.
Prandaj që ky zhgënjimi është shumë problem me u rikthyte janë të lodhur veç duke ditur që ka me dal prapë zgjedhje. Ose është ai maltretimi se apo zgjedhet, as po zgjedhet, a kem president, as kem president, a do të bëhet apo merren vesh. Kosova po mban zgjedhje përsëri me ankthin se a mund të ketë përsëri zgjedhje të tjera. Absolutisht. Edhe prapë e kanë një pasiguri të mos krijimin në institucione të tjera. Për shkak se kur një parti në pozitë ose në pushtet e ka gjallë 1%, çka dën më shumë? Çka dën më shumë që ti dush me qeverisë? Sa duhet mi pas? Vëdoj 100%, api të 80%. Votuesin e tij thuaj ka zhgënjur. Kjo si edhe Kurti të Osmanit. Absolutisht. Ky bile ka qenë kulmi i zhgënjimit tyne dhe humbjes shpresës totalisht. Tani mandej ka dhe ato të brendshëm që kanë fillu tash ato fraksionet e tyre, kanë fillu ato sharjet, ato pëshmimet. Edhe po e shohim që sikur kushdo që nuk kosht me Kurtin është armik i Kosovës. Tash këtë rastin e fundit të pa dhe agravimi dhe inkërcënimi edhe të ndaj presidentes Vjosa Osmanit. Po çka është e rëndësishme që Vjosa Osmani ka mbështet kur të gjatë, ka rezistuar ndaj tyre. E çka e keqja e kësaj që Vjosa Osmani sikur ja provoi disa veprime jo të mira dhe në mbështetje jo të mira në tij. Mendoj që pak është vënë tash edhe raporti i saj ka shi Të distancohet është e vëndshme. Kjo mendoj që është e vëshme për shkak se ti ke marrë hapa dhe veprime për t'i ndihmuar të keqës. Edhe nuk mund të shfaqsohesh. Nuk mund të shfaqsohesh. Kemi pas një kohë gjatë prishje me aktorë ndërkombëtar. Qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian. Sikur fillon të ecën gjëra në bar kohën e fundit me presidentin Osmani dhe tash delsh aty të bësh ato deklarata. Si kur te e pajtu 3 ose 4 vite dhe tash po shihet me një nans të dyshimit në të dy anët, si nga ana. Edhe po mbajti zgjedhje Kosova prap, e që do të mbaj, nuk e di mende datën, përsëri gjykon se po e pat këtë fuqi Kurti politike, përsëri vendi do të përballet me kriza. Unë nuk besoj që do ta ketë më këtë fuqi e para. Unë konsideroj që votuesit e vetë vendosjes së listës guxaje kanë pa që duhet me bëjë ndryshime. Edhe unë shpresoj që në ndryshimin e kësaj përqindje të votuesve dhe të jenë aktor edhe parti tjera, qoftë edhe këto opozitare, për shkak se lëvizja vetë vendosje bashkërisht me listën goca. Pa e përjashtu se këtu kanë qenë bashkë edhe ende po qeverisin bashkë. Është vërtetu edhe mjaftu shumë është vërtetu që këtu nuk kanë kapacitet për me mbajt institucione që është datë. Nuk kanë kapacitet me çu proceset përpara. Nuk kanë kapacitet guxim edhe fuqi politike as. Nuk kanë treguar leadership me marrë vendime të mëdha, me çu projekte të mëdha përpara këtij vendit. Shteti don njerëz të cilët kanë përvojë. Që të ndodh kjo, doktor Glareva, duhet binden qytetarët. Po sigurisht. Se ky pushtet solli kriz, solli ankth, solli mungesë si shtu kapaciteti të dijes edhe për qeverisë për të marrë vendime të mëdha. Që të ndodh kjo, duhet binden qytetarët, apo? Po. Apo sheni që PDK po bind qytetarët ose do të duhej më shumë të orvatet, të bëj platformë që të bind qytetarët në këto zgjedhje që pritet të mbahen, se vota për ta është votë për një Kosovë pa krizë. Unë konsideroj që Partia Demokratike ka dëshmuar në situata të ndryshme që ka traditë. Ka leadership, edhe është partia e cila ka qenë pjesë e vendimeve të mëdha për vendin. Edhe unë konsideroj që jo vetëm Partia Demokratike, po secila parti e cila është pjesë e politikës në nivel vendit, duhet me bërë reforma, duhet me vazhdu me reformu me gjenerata të reja, me ekspertë tjerë. Edhe unë konsideroj që mjaftueshëm qytetarët e Kosovës janë bind me veprimet e fundit, e cilët do duhet i besonin Partisë Demokratike. Konsideroj në zgjedhjet e ardhshme se do të kemi që unë besoj që do të kemi, që si parti është shumë më serioze, është parti që është dëshmu që merr vendime të veçanta. Pa i përjashtu që në saza të ndryshme, në kohra të ndryshme, nuk ka pa gabime, po gabimet kanë qenë minore, ka shi aty në veprimet të mëdha të cilat ka marrë Partia Demokratike. Aktualisht njerëz
Janë të gatshëm, por apo punon në vështrimin tuaj, PDK që të binë njerëz se vota për këtë subjekt është votë për një Kosovë pa kriza. Votë për një Kosovë ndryshe të qeverisur. Unë konsideroj që është duke punuar, është mjaftueshëm, ka vend për me punuar ende dhe më shumë. Unë besoj që në ditët në të vijën do të punojmë gjithë bashkarisht, gjithë me gjithë anëtarët e partisë. Partia Demokratike ka një shtrije mjaft çonë, edhe unë konsideroj që vynë me zgju elektoratin e Partisë Demokratike, po edhe vetë elektorati i Partisë Demokratike unë besoj që është zgju edhe është duke punuar gjithherë. Ne po punojmë edhe në teren, edhe me njerëz, po edhe konsideroj që në veprimet e fundit pak duhet me punu për me bind qytetarin e Kosovës, sikur qytetari i Kosovës është bind. Ka po që kjo parti, sidomos zoti Kurti, nuk mund të ketë dika në afër tjetër për pos të, ne themin po, shumë të kullet veç vetë. Nuk dënë të ketë një njëri të cilit mund t'i banë konkurencë. Në këtë rast, konsideroj që e pa dhe vjosa asmonin se rrezik potencial të tregimit të leadershipit të saj, edhe sikur në kohrat e ndryshme, në situatat e ndryshme i ka gjuajtur njerëz më të afërt vetë. Dhe tash, lëvizjave të vendosje dhe zoti Kurti sikur nuk ka nevojë po thu për të punuar shumë, për t'i binë njerëz janë të gatshëm. Po e shohin po thu. Absolutisht, unë konsideroj që po se këta populli ja dha besimin, ja dha 51%. Ja dha pushtetin absolut. Dhe nuk mujti me i majtë të institucione, nuk ke i gatshëm të bashkëbisedën, ta merr çështjen si serioze në raport me shtetin. Kjo është edhe humbje e seriozitetit në raport me institucionet e Kosovës. Do thot 2 dhe 3 ditë të fundit i ftojnë në takim liderët me gjithë atë kohë hapësirë cilët ka pasur takohet. Ka pasur mundësi të propozojnë. Nuk ishte seriozisht te kalimin e krizës, evitimin e zgjedhjeve. Unë konsideroj që edhe takimet që i ka bëu me zotrin Homsën edhe zotrin Abdixhikun, ato i ka bëu vetëm sa për publikun. Si manifestohet kjo te komuniteti juaj, i mjekëve aty ku punoni? Komuniteti 2025 ishte një vit i humbur për Kosovën. E thanë kështu udhëheqësit e Bashkimit Evropian, miqtarë dhe brenda natyrisht pa ndryshime, por në raportin për Kosovën të Komisionit Evropian u tha që 2025 është një vit i humbur politik, edhe jo vetëm politik për Kosovën. Shihni se 2026 kërcënon ta godas Kosovën pa ashtu me të njëjtën citat. Konsideroj që po shkojmë në citat. Çka është rëndësishme ndodh këtë vit që të mos ndodhë ajo? Unë konsideroj që do duhet të kishte zgjedhje, edhe do duhet i kthehet një bumerang nga votuesit, as qytetarët e Kosovës, për të treguar një herë mirë vetëvendosjes, edhe të jap shkollë çdo partie politike. Që shteti ose me institucione shtetërore ose me vetë shteti nuk ka lojë. Do thotë duhet ta marrë shumë seriozisht. Zoti Kurti e pa 61% dhe nuk e zgjej as interesimin më të vogël për të vazhduar qeverisjen dhe për ta zgjedhur presidentin. Konsideroj që ato gjona këtë janë bërë politikisht për absorbim të publikut, gjë që ka shumë e gabuar, edhe po rrezikon me na çu në drejtim të zgjedhjeve. Tash brenda kësaj kohe, për shembull, ne jemi në një situatë duke pritur vendimin e gjykatës. Njerëz jam pa perspektivë pas 2 javëve, pas 1 muaji, pas se çka po ndodh, atë përgatitemi për zgjedhje, do të kemi zgjedhje. Mandej kur do të mbahen zgjedhjet, fushata, pas zgjedhjeve do të krijohen institucione, do të kemi institucione, sa përqind do të më. Do të thotë ose kjo parti dhe kjo qeverisje po na rrezikon drejt vitit 26, më ashtu prap në zgjedhje, mos krijojmë të institucione edhe vazhdim tutje. Edhe ky vit që të jetë i humbur thu. Në popull njihet se dita e mirë shihet në mëngjes dhe na e pam që viti filloi mbrapsht. Po vazhdon mbrapsht, edhe unë konsideroj edhe kam frikën që do të vazhdon kështu mbrapsht. Po vini nga Çokoka, jeni tërkohën aty. Me cilat lajme po vini sot nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës? Me lajme të mira, u raportua këto ditë se ka mungesë të bardha në listës esenciale në reparte tepër të rëndësishme, siç është onkologjia dhe sektor të tjerë. Unë konsideroj që
lista e bonave esenciale ka qenë gjithherë pikë e nxehtë dhe ato ka pos edhe keq menaxhim edhe keq përdorim. Edhe unë konsideroj se çdo herë ka pos mungesë të listës së bonave esenciale, pavarësisht prezantimit publik. Çka është më rëndësi, ditëve të fundit të poshtë një prezantim të qendrës klinike universitare, të cilën e ka prezantuar në publik që mungojnë bonat, të cilat janë listë, por nuk i në stok, por nuk i prezanton gjitha listën e bonave esenciale, domthonë ka bërë në mënyrë selektive, të cilat edhe një kohë të gjatë nuk ka pas, por momentalisht nuk ka. Kjo është një dezinformat shumë e dashur për qytetarën e Kosovës. Tash e kam pa kohëve të fundit që janë duke punuar në revidimin e listës esenciale, po prapë e thamë edhe me këtë që është ekzistuar se dikon 40-50% në kohëra të ndryshme ka mungesa të tyre të ndryshme. Edhe ne jemi ballafaqsuar edhe në situata të tjera kur kemi pas mungesë të bonave të listës esenciale, po kjo është për çudi se këtu kemi pas një qeveri si kontinuele për 5 vite të vazhdim. Ka qenë një menaxhment i njëjtë, ka qenë njerëz të njëjtë dhe nuk ishte desh me pas një prishje të kontinuitetit të mungesës së listës së bonave esenciale. Dhe kjo tregon një paaftësi në menaxhimin e elemente makruciale momentalisht në shëndetësi, në mungesë të bonave esenciale. Edhe listës cilat përfshin ajo. Kanë bërë votje të ndryshme, premtime të ndryshme, po mës mire e din mjekët të cilët po ballafaqohen direkt me mungesën e tyre kur ne japim ofrimin e shërbimit shëndetësor. Andaj po ju pyes, me çfarë gjendje ne ballafaqohemi me pacientin kur ne i detyrojmë ose në një formë tjetër i udhëzojmë për të blerë jashtë institucionit. Është ndjenjë e mirë, jo e mirë. Andaj i thotë që duhet me pritë se ka mungesë kësaj, se kushton. Dhe këto janë shqetësuese, sidomos për stafin shëndetësor është shumë e ngarkuar, po për familjarët edhe për vetë pacientët është e tmerrshme. Barë pa përballueshme. Absolutisht, shtrejtime dhe ngritje të çmimeve në për çdo nivel, në për çdo sektor. E mandej kur shfaqet edhe problemet shëndetësore brenda familjes, kemi një disbalans mandej të buxhetit ekonomik, atë çështës edhe emocionale edhe shpirtërore të atyre familjeve që është e papërshrueshme dhe është me të vërtetë gjendje e rëndë. Me të vërtetë gjendje e rëndë që nuk ishte desh të ndodhë këtë kohë, në këtë vit, me kaq buxhet madh dhe me kaq qeverisje të gjatë. Mendoj që qeveria e parë, nëse më ta them ashtu, që për shpallës pavarësisë që përfundoi mandatin e rregullt, kushtetues 4 vjeçar. Prandaj ju pyeta direkt, me çfarë lajme po vjen nga QK-u? Nuk mund të vish me këtë qeverisje dhe me këtë menaxhment me lajme të mira. Ato të cilat japen lajme të mira, ato janë çështje shumë minore në shëndetësi kur japen. Janë lajme të përdit të këqija, mungesat bona me pakënaqësi të shërbimeve, me pakënaqësi të kushteve të stafit, qoftë pesë ose qoftë lartë. Në çfarë mënyrë i përjeton këto probleme? Po nuk është e mirë. Nuk është e mirë se është ballafaqohesh me çështjen hormonale. Me rast ta ndjeni në faj para pacientëve. Ju jeni ata që përballen direkt. Mos ndihesh në faj. Nuk mund mos ndihesh faj. I ballafaqimi i parë me pacientin, i ballafaqimi direkt me pacientin. Edhe deshte edhe çështjet emocionale dhe mungesat e tyre ti kemi përjetuar se ti ballafaqohesh me to. Nuk jeni në zyre kur ti nuk ki kontakt ose kur ti e informon përmes dikujt tjetër që s'ka ose s'ke mundësi me ta ofruar këtë shërbim për këtë ose ballafaqohesh direkt me to, ballafaqohesh me çështjen e rëndë shëndetësore ti. Andaj ballafaqohesh edhe me familjar për cilësit të cilët nuk është. Për shembull, ke shqetësuar shumë edhe ajo tarifa për 3 euro e përcjellësve të pacientëve. Me të vërtetë veç ka mbet gati vendi vetëm në Evropë të cilët familjarët përkujdesen në spital për pacientë. Që nuk është në rregull. Absolutisht nuk është në rregull. Mirë po, përcjellësit a i ndihmojnë shumë, stafit i ndihmojnë shumë. Dhe tash në një formë tjetër kur ty ta jap edhe një ndihmë, ti nuk mundesh me ofruar shërbim ti po i detyron edhe me pagu. Këtu esenca është që
ajo do duhet hjekej, për cilë si nuk ka pse të rënë në spital. Pacienti ty dërzohet ose zyrtarisht në institucion. Do të jetë stafi mes bashkërisht me neve që ne të përkujdesemi. Tash këtu do të ketë politika afat shkurt, afat mesme, afat gjata. Politika afat shkurt ishte më merr masa, të rritet numri i stafit për shtretër, për pacient, varsisht ku ka më shumë nevojë. Të lirohen familjarët për këtyre gjëra, mos zgjafohen. Cila është ditë më e mirë për ju si mjek? Unë i përkas lëmisë së kirurgjisë. Cila është ditë më e mirë, po them Zakonisht e tham kur kemi intervenime kirurgjike dhe që neve na shkojnë mirë dhe na shkojnë sukses shumë edhe pacientët ndalen të mirë. Edhe për neve është një motiv shtys. Edhe ajo që neve na mban gjallë në ofrimin e këtyre shërbimeve. Kur pacientët ndalen gëzuar me ofrimin e shërbimeve tona, dohen të kënaqur, ajo është motivi edhe dita më e mirë për neve. Sa është më rëndësi për Kosovën të investoj në fushën e diagnostifikimit shkencor më shumë? Unë konsideroj që është kruciale. Një popull pa një mirëqenie të mirë, sidomos pa një shëndet të mirë, nuk mund të ketë kurfar zhvillimi tjetër. Edhe konsideroj që është kruciale edhe është bojë etike me investu në shëndetësi. Konsideroj që një shifër mjaft e madhe e buxhetit konsoliduar të Kosovës do duhet të shkonte në shëndetësi. Konsideroj që çdo gjë do duhet nisë pi fillimi me teknologjitë më të reja, me investime kapitale në shëndetësi, për shkak se në çdo situatë dhe në kohra të ndryshme pak është investuar në shëndetësi. Unë konsideroj që gjithë pak është, që thërë shëndetësia është laundash. Në kohë gjatë është në bashkëqeverisë minoriteteve, të cilat nuk i kanë kushtuar shumë rëndësi. Mandej nuk e kanë pas si bazë primare në plan program qeverisë të ndryshme për shëndetësi, dhe unë konsideroj që është hapi i fundit ose koha e fundit që duhet i kthejnë syt ka shëndetësia. Edhe çka është e rëndësi ka shi vendeve të tjera dhe shteteve të tjera, ne kemi një rini e cila e do shëndetësinë, e do me studiu shëndetësinë, e do me punu në shëndetësi, që nuk e kemi mungesën e kadrës, që në vendet më zhvilluara dhe vendet evropiane po e vujnë këtë. Ka deficit kadrësh, po. Po e vujnë këtë. Prandaj unë konsideroj që duhet me pas në një menaxhment mirë, të bëjmë një politikë afat mesme. Afat shkurta është urgjente dhe afat gjatë që të rrim kësaj, të ruajmë këtë motiv për rinin tonë, për studentët e mjekësisë, për mjekët e ri, që të vazhdoj kjo traditë, ta dujnë mjekësinë dhe të ofrojnë shërbime. Që të ndodhë kjo, ju po insistoni që jo du të vini në pushtet. Ke vendosur për të garuar përsëri nëse mban zgjedhjet? Po shpresojmë që të morrim vendim ditët në vijim, të shohim se si do të dalë dhe do të shkojmë në zgjedhje, që unë konsideroj që do të shkojmë në zgjedhje, do të shohim edhe plan programin me punu. Mendoj që është herët pak me, edhe pse po mungon shumë çështja me pacient, do ta rivlerësoj edhe herë personalisht. Megjithatë ka vend për një dorë të fuqishme, të cilat do të mësoj shëndetësisë, të çoj proceset përpara të bëjnë ndryshime radikale në shëndetësi. E kur tham radikale do të më pas shumë investime. Shëndetësia është një prej sektorëve më të shtrenjtë dhe që kërkon më shumë buxhet në nivel të krejt vendeve evropiane. Po tek ne është përparësia ka shi tjerëve që mjekët dhe staf infermieror kemi shumë, edhe ka vullnet me studiu mjekësinë edhe me punu për mjekësinë. Kjo është përparësi ka shi të tjerëve. Ndërsa çështjet e tjera Çështja e tema një specializimi, specializantët, ende vazhdon të mbetet temë e diskutimeve të asaj zyre, të kësaj zyre qeveritare, të atij grupi shoqëror të tjera. Kjo unë konsideroj që është pikërisht është ajo çështja që ato është tregu me një bord jo efektiv, për shkak se në rast se themi në një vend normal, në një qeverisje normale për 4-5 vite mos të ketë një rirregullim të sistemit të vazhdueshëm të ciklit të specializimeve, ai sistem në hap e hup. Domthonë kohën e hup në hap. Në rast se na 2 maksimumi vite ose 3 nuk kemi hapje të konkurseve dhe dhënie të vazhdueshme të specializimeve, ne në një kohë mas 20-30 vite kemi me vrejt mungesat e tyre. Kjo është dallimi karshi profesioneve të tjera se vetë studimet e mjekësisë gjasin shumë. Mandej
puna edhe specializimi kushton shumë edhe zgjat prapë shumë. Dhe më thonë, dikon rreth 2-13 vite këto që ai llogaritën nëse shkojnë në fat të rregullt. Po edhe kur del si specialist kërkohet një kohë për të ketë një përvojë. Natyrisht. Prandaj për ta krijuar një mjek të një lëmis specifike prej fillimit deri në fund, cili mund të jap shërbime i pavarur ose Funksionale, dobishme po. të konsiderueshme, të pavarur, dohen spaku 15 vite. Tash kjo na e llogaritëm 6 vite të studime. Për dije kjo nuk i shkon dikujt në Kosovë. Nuk mund të flasim se dikush nuk mund të jetë i dishëm, po ç'është mbase vullneti apo? Ja, absolutisht. E këtu problemi është që njerëz të cilët janë në këtë qeverisin, këtë menaxhment, në borde të caktuara të cilat duhet të ishin vendimmarrës, konsideroj që janë njerëz pa vizion, njerëz të cilët nuk e shohin perspektivën edhe vendin në interes primar, edhe nuk i shtyjnë proceset përpara. Unë konsideroj që shkelja është edhe kur të jenë në një pozitë edhe nuk merr hap për reformim edhe për punë drejt atij procesi, nuk i sheh politikat pak më gjatë. Nuk do të thotë që ti duhet i krysh vetëm punë ditore të cilat neve na japën, po na qysh shohim për veti zhvillimin tonë të ardhmen ku kemi qenë ose ku duhet me qenë, të duhesh me pa edhe për institucionin në cilën të jenë atë pozitë. Prandaj këto në konsideroj që nuk është bo sa duhet, nuk po vazhdon me u bo, konsideroj që mu shumë më dhimin edhe mjekët e rritë cilët kanë vullnet të jashtëzakonshëm, kanë dëshirë të jashtëzakonshme, edhe nuk ju japet mundësia. Nuk ka sen ma keq, edhe nuk ka elemente ma të këqija se sa ti dënë me u shkollu, me ofru shërbim veten me qitë në dispozicion edhe ty një grupi njerëzve mos me të jap ato mundësi, sikur me t'i shu ondra. Tash kur një mjek pret 3 deri 5 vite për një ndarje të një specializimit ose marrjes ose profilizimit të tij, ajo është sikur me jetu atë që e thash më herët, sot për nesër, ai nuk e din në një të ardhme të shkurtë as të gjatë se ku ka me qenë, çfarë drejtimi po merr jeta e tij. Opsioni B zgjedh migrimin thonë. Absolutisht. Kjo është më e dhimbshme. Po shkojnë mjek të ri jashtë, në vend që konsideroj që këtu ka kushte edhe ka mundësi me bon investime edhe ata njerëz të cilët janë jashtë me ekspertizën e tyre në të lëmive të ndryshme me stimulu që me ardhë. E këto po humb motive dhe dëshira për këto që janë, le mos të flas mo që nuk kanë politikë bërje as për mjek të jashtëm. Një vend me Për qeveri... shembull, shahune mjek të lëmive specifike që vinë për shembull i Turqi ose të nacionalitete të tjera, po nuk stimulohen mjek tonë në ardhë. Nuk ju përgatitet të reni mjek tonë në ardhë. Nuk i hapësirat mjaftueshme, nuk i aparaturat mjaftueshme, nuk i aparaturat mira të cilat do duhet të Po flet sikur pendjen në palë handicapin e shumë gjona. Jo veçën çdo mjek e ndjen. Po, Çdo mjek e ndjen. në rastin konkret, po. Çdo mjek e ndjen në situatën e tillë. Është e vështirë edhe për infermierin kur shkon edhe nuk ka kushte me ofru shërbimin. Prandaj do e mos deshte ose s'deshte, je i ndjeshëm ose je më pak i ndjeshëm, presioni ta bën tillë dhe detyra dhe punën që te e bën të tillë. Kjo është arsyeja që përsëri po mendon ti përveç mangët për politikë? Unë konsideroj që gjenerata jeme tash do duhet që të aktivizoheshin. Mendoj që është koha gjeneratës tamë. Mendoj që në gjitha partitë politike do duhet të aktivizoheshin gjenerata jeme. Është gjenerata e mesme e rej, e cila kanë Të mos rre heshtur, të mos rre anash. Po. Se përndryshe, në qoftë se unë konsideroj që në qoftë se në një vend i konsideron që nuk po qeveriset mirë ose nuk po shkojnë proceset përpara dhe vetëm rrej heshtur nuk je pa faj. Duhet të përfshihen. Absolutisht. Në forma që ti Marrin patin e tyre dhe të kujdo tjetër në duart ose të ngritin zonën për vendin ku janë. Mos heshtin. Absolutisht ne e kemi bërë jo vetëm vendit, po ja kemi bërë edhe gjenerata të ashme. Në qoftë se na diçka sot nuk bojmë, kanë me bërë gjenerata ashme, po është humbje kohë kjo. Në një kohë kanë me ndryshu gjonat. Një Kosovë stabile politikisht e qëndrueshme dhe parashikueshme është me rëndësi për jo vetëm për shëndetësim, për çdo sektor, edhe për investitorët, për trende zhvillimore ekonomike, për investitorët
nga Mergata ose investitorët e huajt jashtëm që ta shohin klime politike së është e qëndrueshme? Unë konsideroj që gjenerata jam edhe më e re që janë do të përfshihen më shumë politikë. Janë gjeneratë cilat janë me një perspektivë pak më ndryshe, ashtu e shoh. Janë një gjeneratë cilat ma pak kanë një notë edhe tendenca të qëllimshme të këqija politike. Konsideroj që me atë sa unë shoh janë gjenerata e re që cilat i shohin gjonat pak më ndryshe, lëvizin më shumë, lexojnë më shumë, kanë pa më shumë çështje qoftë në rrethinë ose edhe në Evropë, dhe konsideroj që pothuajse gjitha nivelet edhe gjitha partitë politike duhet bëjnë reformim. Do t'ju japet mundësi edhe të jetë kjo si shkollë ose edukat edhe për partitë tjera. Që të hapen Të hapen edhe gjithherë të jetë në shërbim të komunitetit, krive, njerëzve të cilët kanë perspektivë, njerëzve të cilët i shohin gjonat më ndryshe më mirë për shtetin edhe për shoqërinë. A bën shpresë se ka indikator për ndryshim? Absolutisht, ai populli i Kosovës dhe rinia e Kosovës kanë lëvizë dhe procese shumë të mëdha në kohra të ndryshme. Tash ka koha që na me lëviz në të mirë të vendit duke ofruar shërbim dhe duke u ofruar në mundësi të zhvillimit të shtetit. Në gjithë sektorët, jo vetëm shëndetësi, gjithë sektor. Po unë jam i thore asaj ndoshta edhe pse jam i thirrur për procesin mësimor dhe procesin shëndetësor, se janë dy elemente bazë të ndërtimit në shtetit. Domethënë pa një arsim të mirëfillt dhe një shëndetësi të mirë, nuk mund të kemi asnjë sektor tjetër zhvilluar. Cilat janë pyetjet më të sikletshme që nuk do doje t'i bënte dikush? Pyetjet që u bën me siklet, ndoshta me që u bën të Doktor, çka ndodhi me neve, çka po ndodh me shtetin tonë? Çka është u bën këtë vend? Që kanë me të vërtetë nuk po kanë përgjigje. Do thotë është kriju pasiguria se në çdo moment, çdo kohë na mund të shkojmë në zgjedhje, vetëm se dikujt i teket mos me u zgjedh dikush tjetër. Domthonë pozitat e larta shtetërore ose pozitat shtetërore menaxheriale shihen si prunë të një individi ose një partie e cila po udhëheq. Edhe sikur është kriju një monarki, sikur edhe populli po e ndin veten të pafuqishëm në raport me ndryshimet cilat po ndodhin, po shihet për çdo ditë matutje që po shkojmë drejt humnerës, humbjes së institucioneve, humbjes së kredibilitetit si shtet. Këto janë kanë çështje që nuk ka përgjigje, po don kohë të më u përgjigj dikujt, don kohë, energji mund ka ambient paradoksal. Ambient paradoksal, si është e mundur të fiton dikush me 51% dhe të mos të krijojë institucione, mos tjetë i gatshëm mos shpret i gatshëm të manifestoj vullnet vendosur, pa lëkundur politik për kompromis, për konsenzus me tjerë. As për bisedë serioze në raport me të tjerët, domethënë, na e dim që 51% po përqindja e madhe tjetër është e opozitës. Po ti se konsideron që atë përfaqësim popullin tanë. Në momentin nuk je serioz në raport me opozitën, po si raport me një pjesë të madhe të popullit. Kjo është. Të falenderoj për kohën, doktor. Shimin e të tjera intervista. Ju po luteni të mos ketë zgjedhje, në fakt po parashikoni që vendi do të ketë zgjedhje dhe kjo është klima e vërtet reale që e ka Kosova aktualisht tash. Ky është ankthi kolektivi kosovarëve 2 muaj pasi ose me pak se 2 muaj e sa ditë kohë që u bën kur mbajti zgjedhje të jashtëzakonshme ministrit djetor dhe përsëri po përballet me këtë lajm. Shumë shpejt. Fatkeqësisht unë në këtë rast po flas si një qytetar i thjesht, pa qenë përfshin pjesën politike dhe pjesën tjetër që e ofroi shërbim. Sigurisht që nuk kisha dashur me zgjedhje, po fati është i tillë që po shkojnë drejt rrugës së domosdoshme të zgjedhjeve. Është shumë e mundimshme, është shumë e lashme, po fatkeqësisht është treguar një mosgatishmëri e qeverisjes edhe mos aftësi e qeverisë dhe mbajtjes së institucione. E këtë edhe të rrezikimit të institucioneve të shtetit Kosovës. Zgjedhjet që pritet në banë, nëse mban, edhe me gjatë do të mban, po ta shtojnë vullnetin thjesht ma i vendosur se sa në zgjedhjet e kaluara? Unë qoftë se jam politiku, se si jam politiku, nuk kam e hesht. Si natyrë e tillë jam që kur nuk pajtohem edhe kur ngrit zonën ato ku më japet mundësia dhe ku jam.
do të jem pjesë e politikës, nuk e di, kam e rivlerësu prap. Dallimi i garës kaluar me këtë garë, po them. Do të arrit më shumë vullnetin kjo gara, po gara ime si kandidat për të deputet për Partisë Demokratike të Kosovës ka qenë vendimi shpejt i ime, po ka qenë një motiv shumë i madh, pritja, mbështetja e qytetarëve, vullneti tyre për të mbështet, më ka jap një ndjenjë krejt tjetër karshi atyre. Cila është kjo ndjenjë për një garues për të parë në politikë? Që është ndjenjë mirë kur ty me 10.000 vota ke mbi 13.000 vota ke marrë. Është ndjenjë mirë kur ti 13.000 vota njerëz të kanë votuar dhe të kanë mbështetur. Vetëm me i numërua shumë, ka shumë vota që unë i kom marrë edhe nuk e kom ditë, as nuk kom mujt as me telefonu, as nuk kom mujt me i taku, sa është e pamundur për 7 ditë fushat me marrë 13.000 vota. Unë nuk kom rri edhe njerëz, shumë njerëz që i kisha njoftuar se që unë jam garë. Po është ndjenjë për një që ty të ashton motivin, si kur që ata është marrën shëndetësi që ti me ngrit zonën për ata njerëz. Mos me hesht. Po, mos me hesht. Shifra prej 13.000 është konsideroj që është mjaft e madhe që mund ka jap motiv mos me hesht karshi padrejtësive, paknaqësive njerëzve të cilët po ju ofrohet sot për kësaj qeverisje. Shihemi shpejt, besoj, në emisionet e ardhshme që mund të kenë karakter edhe elektoral natyrisht. Faleminderit, doktor. Faleminderit shumë, me kënaqësi. Lutem. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.